Një nga vajzat konkurrente Mel në takimin që pati me Francin i tha këtij të fundit se për ta mbajtur atë duhet të mendohet mirë pasi në muaj i duhen 20.000 euro, duke specifikuar se vetëm make-upi i kushton 400 euro. Por ndërsa kjo deklarat me Francin u duk normale, për opinionistin Arion Muçaj, kjo ishte shokuese dhe ofenduese. Ai tha se u ndjej i irrituar pas kësaj deklarate, teksa shtoi se nëse do t'ja kishte thënë atij se make-upi i kushton 400 euro, do t'i përgjigjej duke i thënë se nuk i ka bërë as pak punë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.